Ditë më parë, në redaksin tonë bëritën disa pamje shqetësuese të një incidenti nga një institucion arsimor privat në qytetin e Elbasanit. Pamje që në momentin e parë nuk I përkasi një ambientit të edukimit të fëmijëve, por një përplasje të pakuptimt. Por realiteti është tjetër, sepse në video shfaqet drejtori I shkollës Marif Elbasan Campus, shtetasi turk Fatih Konuksever, I cili jo vetëm u merr ushimin nxënësve nga duart, por e flaka të jashtë ambienteve të shkollës, duke kaluar madje edhe në kontakt fizik me ta. Një sjellje që ngre realisht pikpyetje serioze mbi standardet që duhet të përfaqësojë drejtuesi I një institucioni arsimor. Pamjet e publikuara në rrjetet tona sociale shkaktuan menjëherë një valë reagimesh, qindra komente nga qytetar, prindër apo ish mësues, të cilët jo vetëm dënuan gjestin, por ngritën edhe një shqetësim tjetër të madh. A bëhet një testim I saktë dhe I kujdesshëm I drejtuesve të institucioneve arsimore në këtë vend? Ndërkohë, vetëm pak orë pas publikimit të videos, institucioni në fjalë reagoi përmes një komunikate zyrtare në rrjetet sociale, duke tentuar të jap versionin e vet të ngjarjes dhe të justifikojë situatën e krijuar. Duke pasur parasysh rastet e fundit të raportuara në media, lidhur me individ të panjohur që përpiqen t'u afrojnë nxënësve në forma të ndryshme, duke rrezikuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre, shkolla jon ka rritur ndjeshëm masat e vigjilencës dhe kontrollit në këtë aspekt. Duke qenë se shkolla jon ofron ushqim të kontrolluar dhe cilësor brenda ambienteve të saj në përputhje me standardet përkatëse, nuk lejohet futja ushqimeve nga jashtë në ambientet e shkollës. Në të njëjtën kohë, shkolla nuk mund të ushtrojë kontroll të plotë mbi çdo send që futet nga persona të jashtëm në perimetrin e saj, ndaj mbetet thelbësore rritja e vigjilencës dhe ndërhyrja e menjëhershme në raste të tilla. Për shkak të rasteve të përsëritura dhe rrezikut të shtuar, ka ndërhyrë drejtuesi I shkollës për të parandaluar çdo rrezik të arsyeshëm dhe për të garantuar respektimin e rregullave të sigurisë në fuqi. Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se shkolla jon nuk inkurajon asnjë formë reagimi të papërshtatshëm dhe mbetet e përkushtuar ndaj një qasje të matur dhe profesionale. Çdo reagim ka pasur për qëllim të vetëm mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenies së nxënësve, si dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt brenda institucionit. Por çfarë mund ta shtyjë një drejtor shkolle, një figurë që mishron autoritetin përmes qetësisë dhe komunikimit, të reagojë në mënyrë kaq të ashpër, e madje duke humbur kontrollin përballë nxënësve? A kemi të bëjmë këtu thjesht me një zbatim rregullash, apo kemi të bëjmë me një problem më të thellë, që lidhet me kontrollin e nervave dhe emocioneve të një individi? Çfarë fshihet realisht pas këtij episodi që për shumë kënd duket I pajustifikueshëm? Nuk kemi dëgjuar se kur ta sjell familjare shpritje rregullore, po të kishim marrë delivery do ishim gabim, e pranonim këtë gjë. 2 ditë pas incidentit, vendosëm të shkojmë pranë shkollës për të parë nga afër situatën dhe për të kuptuar më qartë se çfarë po ndodh realisht brenda atyre mureve. Që në momentin e parë vihet re një ndryshim I dukshëm krahasuar me informacionin që na ishte dhënë nga vetë nxënësit. Shkolla është nën masa të shtuara sigurie dhe kjo natyrisht nuk është rastësi, por lidhet drejt për drejt me vëmendjen që ka marrë kjo çështje dhe me një premtim tonin për ta ndjekur situatën që ishte marrë vesh nga drejtuesit e shkollës. Pavarësisht kësaj, përpiqemi të marrim një reagim nga institucioni me shpresën se do të kemi një përgjigje konkrete. Përshëndetje, si jeni? Unë jam gazetar nga Misioni Piranja. Nëse është e mundur të kishim një takim me drejtorin e kësaj shkolle në lidhje me një incident që ka ndodhur 2 ditë më parë. Po pyes ata se ky është privat. Po patjetër, mund ta bëjmë dhe një kërkesë. Pas disa minuta shpritjeje, ajo që marrim është një tekst I printuar I deklaratës, që ishte publikuar një ditë më parë në rrjetet sociale, një përgjigje formale, të cilin në realitet e prisnim, duke parë hermetizmin me të cilin u përballëm që në fillim. Kush ka dhënë këtë sqarimin? Ai sekretari drejtorit. Këtë sqarim ne kemi parë edhe në rrjetet sociale të shkollës, por kërkuam që të kishim një takim për të sqaruar disa çështje, disa pyetje të paqarta. Ky është sqarimi.